Hoxha jon dha një kontribut i çmueshëm. Këtë nuk e pengoj as pak Islami, por e motivoj që t'jap kontribut në këtë fushë, që ky të bashkëpunoj edhe me bashkëpunëtorë të tjerë, të cilët nuk i përkitnin edhe fesë islame, siç është rasti edhe me Gjon Sereqin. Ndaj, edhe në këtë drejtim, Hoxha e ban një njeri tepër të madh, një njeri i cili vërtet meriton të studiohet, meriton të shkruhet, meriton të flitet për këtë personalitet me të cilin krenohet edhe Kosova, krenohet edhe Bashkia Islame dhe i tërë kombi ynë. Molla Sadriu ka qenë një pedagog i përkushtuar, ka qenë një hoxh i përkushtuar, një mësues i përkushtuar, kur e lypi arsimi shqiptar, kur në mungesë kuadrave, po them kërkonte që të gjej mësues të cilët do të mësonin nxënësit në përfshatra, në qytete, ka se ishte mungesë e madhe, Molla Sadriu gjend aty. Vetëm e vetëm pse ju përkushtua çështjes dhe luftoi për shtirimin e vendit.